Klodi dhe Blerina. Këta janë 6 fermerët që do të sfidohen sonte. Të doja të komunikoja me ta, ju lutem. Kur gjofin, bro, chill. Atëherë, jemi gati për sfidën. Ashtu që ju dhem juve tjetër kur... Unë përpara sa të filloj me komunikimin për sfidën, do doja të shkoja pak të Kagaj, aty ku më thonë se gjëndet Dona e mërzitur. Dona? Ja tek është Dona. Okej. Atëherë, Dona, si e? Po, mirë. Je mirë? Po, jam shumë mirë. Je gati për të vazhduar? Jam gati për... Jo, jam gati për ta ndërprerë këtu. Se do ta ndërpresësh? Unë... Sepse në 3 javë, mendoj që ndoshta vetëm pak të karakterit tim, publiku mund ta kishte parë. Dhe kjo ndoshta nuk është parë. Pse mendon që nuk është parë? Nuk e di, as vetë nuk e di. Kështu që javë për javë, gjithmonë e para, unë patjetër jam një njeri shumë... Jo, unë sot e thash që përmendja e emrave është në rast në një rend të paracaktuar. Po, ndoshta sepse e kam përmendur unë në përshpishje të shne, sepse vërtet më bënte përshtypje. Jo, përgjithsisht, përmendja e emrave nuk ka lidhje me numrin e votave. Okej, është prajmi i 7, mos gaboj, apo 6? I 7 që nëse ka nominime, është emri im i pari aty. Unë normalisht, me asnjëri nuk konkuroj për fanbase-in këtu, sepse janë artista, janë njerëz të mëdhenj dhe unë nuk konkuroj për këtë gjën. Atëherë? Ku qëndron problemi? Nuk mendoj që publiku nuk e ka parë se sa njeri luftarak jam në sfida. Jam e sigurt që e ka parë. Se sa njeri në thonjza kokullur jam për çdo punë që flitet këtu ose bëhet këtu, për çdo përmirësjellje me çdo njeri këtu, pa i hyrë në hak askujt këtu, dhe këto vlera i bie që publiku nuk po i shikon apo çfarë. Je në përditshmëri luftarake, se kemi qëndruar tek fakiri dhe çan nuk e bërë me ato pak mjete që kishim neve. Unë po krahasoja dhe diçka tjetër, unë me Vanesën kam marrëdhënie shumë të mirë, po e flisja dhe brenda. Por në momentin që e zëm ta vë veten time në një linjë me çdo banor këtu, Vanesa i bie mbahet për këtë historinë që ka diskutuar deri më tani, i bie, publiku do këto gjëra. Sepse unë Vanesa nuk është se kam parë që të jetë, ku di unë, jo vetëm Vanesën, po edhe Malborën e zëm, Malborën, Blerinën. Jo, Blerinën nese, se është ndoshta më aktive në çdo debat. Një sekond, ta mbaroj. Nuk kam parë që t'jenë super aktive në sfida që janë esenciale, ashtu si që edhe quhen. I bie që thjesht unë nuk kam treguar veten i bie ose publiku çfarë nuk ka parë tek unë. Po ndoshta ky është një reflektim që duhet ta bësh me veten, Dona. E kam bërë. E ke bërë. Dhe në cilin konkluzion ke dalë? Që unë sot dua të ndërpres garën. Po, kjo është gjëja më e thjeshtë për ta bërë. Këtë kryesisht e bëjnë humsit. Ti ke treguar gjatë këtyre 7 javë, kjo është java e 7, që nuk e ke mentalitetin e humsit, se ti i çon sfida deri në fund, dhe ti je ende duke garuar. Ta shikojmë si shkon sfida sot. Ta shikojmë si shkon sfida sot. Shiko, Dona, pse keni kaq shumë frikë nga gjykimi i publikut? Jam shumë mirënjohëse. Po shumë mirënjohëse të jesh patjetër. Po prit se kanë votuar, publiku ka votuar nga e hëna në të premte. Dhe ata njerëz që kanë votuar shpenzojnë para për ju, e kanë patjetër një detyrim karshi tyre. Ju e keni një detyrim karshi tyre, që ju ndjeki 24 orë 24 dhe minimalisht i çoni sfida deri në fund. Sepse kjo që kam më pak i preferuar më mirë dal vet, nuk të lartëson, Dona, përkundrazi. Nuk të lartëson, më beso. Ti je një vajzë e re, sapo ke nisur karrierën tënde, je duke ndërtuar emrin tënd, je duke i dhënë mundësinë njerëzve të të njohin, të të gjykojnë, të të vlerësojnë, të të pëlqejnë, ose të kenë rezerva për cilët e tua.
pse duhet ta ndërpresësh një mundësi, një rrugtim, një shans që të është dhënë vetëm sepse tu prek egoja për pak çaste, ndërkohë që ke dalë një televotim me 7 të tjerë, ndërkohë që kalon çdo sfidë dhe të zhvën madje dhe më shumë se një herë, dhe unë e kam thënë sa e fort kjo goca që i kalon sfidat njëra pas tjetrës. Ti në sfidën e gjarë, pritur në pash, ishe e bardhë në fytyrë dhe ti nuk e lëshove veten. Ti nuk e dhe veten. E pse? Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Se duhet ndërprerë sot? Bëje këtë sfidë. Se nuk është Vanesa në atë listë, po ndoshta Vanesa ka djekësit e saj që i duan për motive të tjera. Nuk e kam vetëm me Vanesën, nuk e kam me Vanesën, e flasim më vonë. Nuk e kam personale me Vanesën. Unë kam marrë pjesë në çdo sfidë, unë mbase nuk i fitoj, po unë kam qenë dhe smur, dhe me këmbë të ndrydhur, dhe me brinj të thyer, dhe me çdo gjë, po unë kam marrë pjesë. Pse bën këtë krahasimin me mua? Se kuptoj. Nuk duhet krahasoj veten me Jo, po ti asnjëri, të por nëse i krahasove. vëm disa vlera ose disa pika të forta që kemi këtu, Unë kam të gjitha meritat. Unë kam thënë madje, unë kam dëshirë që ti edhe ta fitosh këtë ferm, sepse je vajzë shkallë, sepse je vajzë mirë. Pse ti vjen këtu tani dhe thua Malbora nuk bën sfidat? Çfarë sfidës ka bërë? Mos e merr personale, ishte thjesht Po të bëj për pyetje, të Dona. dhënë në një linjë Dona, zëm çdo. Dona, e di për çfarë jam e lumtur? Dona, jam e Unë lumtur nuk kam vetëm për bërë një gjë, sfidat. që ndodhi diçka që ta dëgjuam zërin nga fillimi deri në fund, realisht. Faleminderit. Sepse ndoshta Arbana unë nuk kërkoj protagonizëm këtu. Do me Nuk thënë, kërkoj protagonizëm. Arbana të bëjë realisht. lutem. Angel, O Dona, po flet Angel. Dona më dëgjon? Po, Angel. Po ku ishe me gotë? Po ku ishe ti gjithë këtë zjarë, gjithë këtë, nuk di do me thënë, nxehje që pate, gjatë gjithë javës, o rikap në i cep, me bënej në i muabet bek vokal, ose blokon mikrofonin mos dëgjohet ajo që po flet, ose blokon fytyrën mos të çofi kamera, dhe si mund të të votoj njerëzit. Duhet ja japësh mundësinë njerëzve. Unë fytyrën as Ti je nuk e një kam vajzë e fshehur dhe as mrekullueshme. mikrofonin nuk e kam fshehur. Ndoshta O Dona, disa Dona, gjëra ti je një këtu- vajzë e mrekullueshme. Ajo ferm ka aq shumë protagonizëm. Ti e shikon, aty ka aq shumë njerëz të cilët duan të marrin vëmendjen, spotlightin, pra rëndësinë e gjës, saqë vajza ndoshta të ndrojtura, të edukuara, të kujdesshme si ti, nuk e kanë patur hapësirë, nuk e kanë gjetur dot hapësirën që publiku t'i zgjedh. Dhe mos votimi, ta sqaroj edhe këtë gjë. Fakti që jeni tek më pak të preferuarit, nuk do të thotë që publiku nuk ju do. Do të thotë që disa të tjerë kanë qenë ndoshta më në sytë e publikut, më të zhurmshëm, më në qendër të vëmendjes se sa ju. Dhe ndoshta refleksioni është ky. Diçka duhet të lëviz, duhet të ndryshojë në këtë qëndrimin tim. Që po jo të dalë se po filluam dal njëri, dal tjetri. Sepse voton publiku. Okej, Dona? Ajde, Dona. Ne s'kemi parë në njerë më luftarake se ti kemi ka shkoj që e themi. Dhe gjo, sfida sonë është interesant. Sfida sonë është interesant.